Dhe një ngjarje e madhe nga NASA në fakt, që doli me imazhe drejt për drejt dhe pam se cilin hap të astronautëve që morën rrugën në rreth rrotullim drejt hënës. Misioni tyre është që në vitin 2027 të shkelin përsëri në hënë. E cilëson Artemis 2 si mision të suksesshëm sipas teje? Unë mendoj që ka edhe shumë studius, ka shumë dyshime të mëdha në ato që janë parë dhe mendoj që ky ishte një show ashtu si në 69, ishte një stimulim që na bën neve turmave dhe qëllimi ishte që ato 100 miliardët që ishin caktuar për këtë mision të kalojnë në drejtim të Pentagonit dhe industrisë ushtarake në Shtetet e Bashkuara, meqense ta kanë krijuar dy krah, demokratët Gjoja se kur janë antisionistët dhe një pjesë e republikanëve në Kongres dhe në Senat që nuk e mbështesin Trumpin për luftën që po bën nëpër krahet të Izraelit dhe që të mbahet kjo narrativ aty në Kongres nuk mund të kaloheshin këto lek nga buxheti në Pentagon, po u ndoq kjo mënyrë Gjoja se kur i bën këtë, u lëshua një raketë që ra në frekuencën e Bermudave ku skaloi në anije. Këta i kemi parë gjithë që u lëshuan me parashyt të pestë nga ana e raketës, e ran poshtë, pastaj u sajuan diçka me një aeroplan që hapi fundin e vet, dolën këta edhe ran poshtë. Po të shikosh atë paraken që kanë lënë ata, ka një material, një stampë prej plasmasi që lexon atje NASA. Si mund të mos digjesh ai material pe plastike, duke rënë nga një lartësi aq e madhe ku fërkimi është shumë i madh dhe krijohet një qindra gradë temperaturë mos teme mira nga fërkimi me ajrin gjatë rënies së kësaj. Ka dyshime të mëdha. Po të shikosh ta thonë Artemis i vajti për 6 ditë për të bërë sateliti e Enës. Ndërkohë me 38-39 mijë kilometra në orë. Ndërkohë në vitin 69 Apollo 11 shkoi për 4 ditë me 33.000 kilometra në orë. Pra tash me 6.000 kilometra më shumë, zgjati 6 ditë për të vajtur në orbitën e Enës, pra në një distancë më të largët se sa Ena, kurse në atë kohë për 4 ditë me pak shpejtësi ta vajtën edhe zbritën në Enë. Tash po të shikosh Apollo, ka shumë fakte që ajo ka qenë një gënjeshtër. Edhe kjo është një gënjeshtër sepse qëllimi tjetër i dytë që bëjnë këtë show, përveç pareve që morën, është që të tregojnë njerëzve që toka është sferë rrotulluese, ku ne rrotullojemi me 7 lloj lëvizjesh dhe ky ujë këtu nuk lëviz fare nga vendi. Ne rrotullojemi rreth vetes tonë, rrotullojemi rreth diellit, bashkë me diellin rrotullohemi rreth një dielli qendror që quhet sistemi Plejades dhe dielli qendror është dielli Alkion. Me gjithë këto lëvizje ujë këtu ne nuk na lëviz, ne nuk stojmë asnjëherë në një tronditje kështu, në një lëvizje, kupton, këto janë absurditete. Mirë po, Uji intereson Uj lumembe, Ena është plazme, është këtë kjo. Dhe prandaj dielli kur i del në një pozicion duket gjysmë me ngrënë, si monedhë, është plazmë, nuk është sferë. Dhe bën një rrotullim jo të drejtë horizontal mbi tokë, po e bën me thyerje në formë tete, Ena. Edhe dielli ashtu e bën. Dhe janë të dyja me të njëjtën madhësi. 5.000 kilometër dhe janë të dyja 5.000 kilometër. Më dëgjoj tash në ora 2 minuta. Më dëgjoj në ora 3 është e rëndësishme. Dhe janë në 5.000 kilometra mbi tokë. Dhe kur hynën ato ulluqet e veta, domethënë imagjinare, kur hynën të dyja që nuk përplasen ulluqet, janë njëra mbi tjetrën, kur hyn ku ndodhen njëra mbi tjetrën, bëhet eklips. Njëra bën dielli mbi Enë, edhe njëra bën Ena mbi diell. Në qoftë se Ena është 380.000 kilometër larg dhe dielli është, ku e di unë, 1 milion e ca kilometër larg. Si ndodh eklipsi i Enës? Si mundet dielli të dalë poshtë Enës?
Mund të ma shpjegoni këte? Kupton? Ato janë në të njëjtën lartësi, edhe kur janë ato ulluqet në formë tete që lëvizin të dyja, njerë dhe njerë ambi tjetër, njerë dhe kur rastis në një periudhë të vitit, ose të 5 vjetëve, ose 10 vjetëve, që dalin bë njëra tjetër, kryohet eklipsi oj diellit, oj enës. Varet si jashtë. Dhe janë me të njëjtën madhësi, 5.000 kilometra e kanë diametër. Okej, me qenë se, të më thonë, si pas jush ka faktet mjaftueshme për të mos pranuar që toka është e rrumbullakët, atëherë kujt po intereson... Jo, toka është e rrumbullakët, por nuk është sferë. Okej, atëherë kujt po intereson ta bëj një gënjeshtër kaq të madhe dhe pse është kaq e vështirë me pranu faktin sipas jush? Kush përfiton në këtë mes me gjithë këtë gënjeshtër të madhe? I ke dëgjuar si na thot NASA është zbuluar një planet që mund të ketë jetë që është 384 milion vite dritë e lartë. Është zbuluar një tjetër që është 296 milion kilometro vite dritë e lartë. Kupton? Këta duan të thonë që nuk ka komunikim me asken. Ne jemi vetë dhe këtu kemi këta liderat që kemi. Ju kini Albin Kurtin, rini urt atje, ne kemi Ramën të rimur, në Amerikë kam Trumpin, sepse ne jemi të vetmuar në këta hapësirë dhe s'ka asnjë lloj komunikimi. Në fakt, këta kanë bllokuar vajtjen në Antarktidë. Ne kemi parë shumë dokumentare, ajo në Google kërko dokumentare për polin e jugut. Kërkojnë dokumentar për polin e veriut. S'ka. Se s'ka, më falë, për polin e jugut. Ka vetëm për polin e veriut. Kërkojnë dokumentar tip për polin e jugut, s'ka. Se s'ka pol jugut. Është tërë ana e tepsisë. Poli veriut është qendër e tokës. Aty është, se më pyesin shumë ignorantë kështu, se duan që t'ju jap mësim papagesum. Thonë, si e shpjegon ti këtë, si e shpjegon ti këtë. Le të studiojnë, se unë kam studiuar me vite këta. Unë s'jam mësues. Le të vinë të më paguajnë të bëj kurs e t'ja u tregoj. Të vinë këtu në Tiranë. Të gjithë ata që duan të mësojnë. Të më shkruajnë, po këta, po si bëhet dita dhe nata. Po tash se jeni ju ignorantë, ignoranca nuk është shpjegim. Më kupton, hajde të bëj kursun, me lek, paguaj, edhe gjithë të njohurit që kam mësuar unë për tokën e shesht, hajde t'ja u mësoj. Kupton, mësime pa para s'ka, unë ju jap vetëm ca piketa, o ju një mësoni vetë, ose hajde një t'ja u mësoj unë me lek. Se si funksionon universi. Pse ekziston NASA si pas jush? Po, si? Pse ekziston NASA si pas jush? Pra pse thuni që NASA është një gënjeshtër e madhe? Po ta kam thënë, pra merë një dritë celulari, mbaj mbi dyshemen e errësirë, e ndriçon do të ajo drita e celularit gjithë dyshemen, nuk e ndriçon. Vetëm kur lëviz ndriçon gjysmën, pastaj kur lëviz ndriçon gjysmën tjetër, pastaj e njëjta gjë. Ato fotografi dhe video që ishim live, ato fotografi dhe video që ishim live, Artemis 2, kemi përcjellë gjithë bota. Do më dëgjosh diçka, ta dëgjojnë njerëzit. Po. Shkarkoni këtë programin Flat Earth dhe aty e kini si funksionon toka, shumë e thjeshtë. Shikoni ku ka qenë dielli me anën, e ke edhe në ditët e shkuara, e ke edhe në ditët e ardhme. Edhe kur ndodh në një eklips, ta thot ajo, filan ditë do ndodh, kur i bie aty, e rrutullon atë, vazhdon e rrutullohet. Kur ndodh eklipsi, stopohe, shiko datën, orën, dhe atë ditë do kesh eklips. Pra, është një platforme për sosur. Okej, e kuptueshme, por unë po të pyes për shembull, e gjithë bota e kemi ndjekur me shumë kurreshtje, Artemis 2 ka qenë direkt, live, kemi pa fotografi, kemi pa video, madje kemi pa edhe Donald Trump duke telefonuar astronautët. Ka fotografi me Nora, të bëjmë fotografi të atila sa të duat, SGI bën NASA mashtrime, o Nora, janë mashtrime me të njëjtë atresi që kanë bën 69 i këshim bërë dhe tashi. Janë të gjitha mashtrime, o Nora, gënjeshtra të ri, gjitha ju ekipi matë atje të meret me këto punë, e mos bëjt do të 5 gjera të bukura që të na gënjej. Në vitin 2027 pretendohet që përsëri njeriu të shkel në hën. A ka hën cako sipas teje, apo nuk ka, sepse ju keni thënë që hëna është hologram? Po, pra, nuk kam për të vajtur kur në atë mjetë. Është një gënjeshtër e madhe, sepse nuk mund të qëndrosh mbi çarçap. Nuk mund të shkelësh dot mbi çarçap, mbi monedë. Pse ju thoni që në qiell nuk ka asgjë? Jo, ka, është monedë. Nuk mund të shkelësh shumë o çarçap, nuk mund të shkelësh dot.
Është një plazëm që rrotullohet. Ka atë ullukun e vet që rrotullohet. Planetet tjera ku I kemi ne? Planetet e tjera I ke në të njëjtën platformë. Sa të kalosh muret e akullit të Antarktidës, kanë 3 porta ato. Sa ti kalosh ato 3 porta nëpërmjet anijeve, është firmamenti mbi to, ton ka porta dhe në firmament, e del në planet, del në ujëra të tjera, që quhen ndërkombëtare mes planeteve, dhe pastaj dhe ato kanë mbrojtësit e tyre, siç kemi ne Antarktidën, dhe mund të hysh në firmamentet e tyre të gjitha me firmamente. Mendoni që ka dikush nga planeti ynë Tokë të ketë kaluar këto dhe të ketë shkuar në një planet tjetër? Sigurisht që ka. Ka, sepse 7 planetet tona janë të mbuluara të gjitha firmamentet e tyre të veçanta me një firmament të përbashkët, dhe pastaj ka dhe një tjetër më të madh, sepse janë rreth 178 planete që janë të organizuar kështu shtatçe, tetçe, dhjetçe, peshe, edhe ka secila nga një firmament të vetin dhe pastaj një të përbashkët shtatçe për shembull, siç jemi ne. Pastaj është dhe I madhi që I mbulon të gjitha. Prandaj quhet 7Q. Pra Artemis 2 sipas jush nuk ka qenë në hënë, nuk ka bërë rreth rrotullim rreth hënës dhe nuk do të zbres në vitin 2027 në hënë. Janë gënjeshtra të gjitha, janë edhe këto fotot e këto janë CGI. Mirë. Mua më vjen shumë për të qeshur